Fortëlumturia e tij, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Joani, ka drejtuar këtë të diel shërbesën e mëngjesores dhe liturgjinë hyjnore në katedralen Ngjallja e Krishtit në Gjirokastër, ku është përkujtuar hirësia e tij, mitropoliti i Gjirokastrës Imzot Dimitri, i cili u nda nga jeta 1 vit më parë. Kryepiskopi Joan, gjatë predikimit para besimtarëve, u shpreh se kujtimi i Imzot Dimitrit nuk është larguar nga lutja e kishës dhe ndërgjegja e atyre që e njohën dhe bashkëpunuan me të. Sot u mblodhëm për të përkujtuar për vjetorin e parë të fjetjes në Zotit të mitropolitit të ndirë Dimitër. Ka kaluar 1 vit nga dita, kur ai dorëzoi shpirtin e tij në duart e Zotit dhe u largua nga ne. Po kujtimi i tij nuk është larguar nga zemrat tona, nga lutja e kishës dhe nga ndërgjegja e atyre që e njohën, bashkëpunuan me atë dhe morën prej tij kujdes barëtor. Kisha nuk i kujton të fjeturit të saj thjesht si një kthim të dhimbshëm në të kaluarën. Ajo i kujton përpara Perëndis në dritën e ngjalljes së Krishtit. Për ne kujtimi i një hierarku të fjetur nuk është vetëm nderim njerëzor, po akt besimi, shprese dhe falënderimi. Ne besojmë se Zoti, i cili është Perëndia, jo i të vdekurve, po i të gjallëve, i ruan në dashurinë e tij ata që jetuan, shërbyen dhe u përpoqën në kishën e tij. Mitropoliti i ndirë Dimitër ishte punëtor i kishës, me purësi, me qëndrueshmëri dhe me dashuri për popullin e Perëndis. Shërbesa episkopale nuk është një nder njerëzor, po kryq. Është përgjegjësi përpara Zotit dhe përpara njerëzve. Është përkushtim i përditshëm, lutje, durim, kujdes për shpirtrat, gatishmëri për të mbajtur barrën e të tjerëve. Këtë kryqja e mbajti me besnikëri, duke ditur se bariu nuk i përket vetvetes, po Krishtit dhe kishës. Në historinë e kishës ortodokse ato që falet Shqipërisë, çdo shërbes merr një domethënie të veçantë. Kisha jonë u ngrit nga plagët e rënda të përsekutimit, nga heshtja e imponuar, nga rënimi i kishave dhe nga shpërndarja e popullit besimtar. Rindërtimi i saj nuk u bë me fjalë të mëdha, po me besim, me lot, me sakrifica, me punë të palodhur në përkushtimin e shumë njerëzve, të njohur e të panjohur, në të cilët nderojmë gjithmonë veprën e kryepiskopit të ndirë Anastas. Kryepiskopi Joan tha se ky përkujtim shërben si një ftesë për të shërbyer me më shumë për ulësi, me më shumë përgjegjësi dhe me më shumë dashuri.